dy xhenete, të cilat i ka përgatitur për robët e tij të devotshëm dhe për atë i cili e ka kopimi i tina më i madh është qysh me dal para Zotit nesër në ditën e Kiamit. Që janë xhenete, por jo në rang të aty në dy të parave. Të janë pak më ullë, e si duket janë për njerëzit pak më të ullë, se sa ata që ishin më të lartë. Kështu që atina i përmblidhen dhe i bëhen 4 xhenete. Dhe thot mudhamatan, ato janë të mbushura me gjelbrim. Në ato 2 xhenete ka 2 kroje, të cilat rrjedhin ujë, ka pemë, fryte të lloj-llojshme, ka dhe hurma, ka dhe sheka. U përshkruan atyre robëve të tij se për ta ka krijuar edhe hyria në xhenet. Janë të bukura, të mira, apo më të bukurat, më të mirat. Rand parë, unë jam Rabbi Allahut. Ka marrë këtë dynja me adhurua Allahun, andaj dua të jetoj për Allahun. E përfundon i madhi Allah këtë sure, Suratul Rahman, duke lavdëruar vetveten e tij. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Falënderojmë Allahun e madhruar te baraka wa ta'ala, krijuesin e gjithësisë subhanahu wa ta'ala. E gjithë herë dhe çdo herë pranojmë dhe dëshmojmë se jemi të mangët, ta lavdrojmë, ta lartësojmë, ta madhrojmë, ta falenderojmë Zotin tonë, qysh ai meriton dhe qysh lartë madhërisë e tina i përket. Andaj pranojna mëngësinë dhe paftësinë tonë ndaj krijuesit tonë te baraka wa ta'ala. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, të cilit i zbritën këto ajete kuranore dhe ky Kuran krejt, e që Allahu i madhëruar e zgjodhi liber, kushtetut, destur, katalog për mbar njerëzimin, e një pjesë e madhe refuzuan, e një pjesë e vogël e pranuan, e në mesin e tyre ishim edhe ne, elhamdulillahi rabbil alamin. Salavat dhe selam edhe familjes së tij dhe shokëve të tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave, të cilët kanë ardhur pas asaj gjenerate dhe kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burrë të madh, atyne burrave të mëdhej, derisa dhe kësaj dite, po edhe mbi ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet, e bota nuk do të mbetet pa burra dhe gra të mëdhej, të cilët e duan Allahun, e duan Rasulullahin sallallahu alaihi wa sallam, e duan dinin e Allahut, e duan Kur'anin, jetojnë me Kur'an, punojnë me Kur'an dhe lusin Allahun që të vdesin me Kur'an. Dhe zaten kur hargjohen njerëzit e mirë edhe mbesin të këqinjet më, nuk mbetet kësaj bote jetë, por i vije fundi dhe shkatërrohet gjithë çfarë ka në te. Pra vije kiameti. Andaj sot ka njerëz të mirë që adhurojnë Allahun azza wa jall, kiameti ende mbetet larg, megjithëse në përgjithësi është afër. Sado që të jetë, ne jemi falëndërues të madh të Zotit për këtë Islam, për këtë Kur'an, për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, dhe për të gjitha të mirat me të cilat i madhi Allah me to na ka ndëruar, na ka begatuar në këtë dynja, e këtu në surët Ar-Rahman, të cilën e kemi para vetes, Allahu na i përshkruan të mirat në ahiret, të cilat i ka përgatitur për robët e tij të devotshëm. Allahu na bëft prej tyre e na shtoft devotshmërinë, ja Rabbel Alamin. Thëndryshe të ndëruar, pasi që i madhi Allah azza wa jall më lart, në ajetet e si përmendura, foli përshkroi dy xhenete, të cilat i ka përgatitur për robët e tij të devotshëm, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dhe për atë i cili e ka dro, ka frigën, e ka dertin, e ka gajlen, prekopimi i tina më i madhi, është qysh me dal para Zotit nesër në ditën e kiametit. Kjo është kryesorja që prekupon robin e sinqert. Në këtë dynja, me këtë gajla i bjen dhe me këtë gjohet, me këtë punon e gjallnon, krejti jetën me këtë gajle ka. Dhe pas i përshkrohet të dy gjenete dhe të mira të shumta që janë në to, prap Allah i madhruar i përshkrohen edhe dy gjenete tjera. E që janë gjenete, por jo në rang të aty në dy të parave. Të janë pak ma ullët, e si duket janë për njerëzit pak ma të ullët, se sa ata që ishin më të lartë.
E pastaj i përshkruan edhe këtu dy gjenete se çfarë ka në to. Sikurse që i përshkroi edhe të mirat e dy gjeneteve të larta, lartpërmendura se çfarë ka në to. Por dallim mes atyre dyjave dhe këtyre dyjave. Tani shkojmë tek ajetet për të parë më në detaje se çfarë na thotë i Madhi Zot te bareke ve taala. Andaj themi mas'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Dhe përballë, përveç atyre dy gjeneteve që o cekën më lartë, gjennetan janë edhe dy gjenete tjera. Janë edhe dy gjenete tjera. Tani, e çfarë deshit thot Allahu me këty dy gjenete tjera? Ai e din vetë, te bareke ve taala. Por ulemat si Ibn Abbasi dhe të tjerë i kanë dhënë mendimet e tyre. Për shembull Ibn Abbasi radiallahu anhu thot janë dy gjenete tjera në shkallë më poshtë. Ato i kanë shumë lart. Këtu janë më poshtë. E gjenetet shkojnë shkallë. Gjenetet janë shkallë. Mes çdo shkallë dhe shkallë tjetër, sa prej qiellit dhe në tokë. Distanca sa prej qiellit në tokë. Sa më lartë, gjenetet më lartë. Sa më ngritër, sa më i devotshëm. Kështu që më i larti, gjeneti më i larti është Firdausi. Në pikën më të lartë gjenetit Firdaus, apo në gjenetin më të lartë të Firdausit, është Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Tani të tjerë të vinë poshtë. Krejt gjenetit e lartë, por ka lartë e më lartë. Allahu na ruajt, sikurse në xhehenem poshtë e më poshtë, deri tek shkalla fundit, apo se dia mund themi atje kati fundit poshtë në fund, Allahu na ruajt, fi darkil asfali min an-nar, çka thonë Allahu për munafiqin, që janë në shkallën, apo në katin, apo në fundit atje të xhehenamit, e bashkë me ta dhe Firauni, e bashkë me ta dhe Iblisi, dhe bashkë me ta zullumçare kriminal të tjerë, të cilët e meritojnë dënimin maksimal. Por dallimi i madh mes tyre, shumë i madh, dhe mes atyre që janë më lartë, deri te ai i cili është në xhehenemin më të lartë, Allahu na ruajt, e që kemi cekur më shumë se një herë, se që është Ebu Talibi, agja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilin zjarmi i xhehenemit nuk e prek përpos shputave të këmbëve. Ama i vlojnë trut prej temperaturës, prej sikletit, dhe mendon se nuk ka njeri që është më i përvuajtur se saj. S'ke punë në xhehenem. Allahu na ruaj për xhehenemit e veprave të xhehenemit. Pra Ibn Abbasi radiallahu anhu thot se këtu dy gjenete që ka cek Allahu këtu janë dy gjenete me poshtë. Ndërsa Ibn Zejdi thot janë dy gjenete me pak, jo vlerë, se gjenete kanë këtë vlerë, por nuk janë të asaj grade, sikur sa të dy të parat. Pra këto janë pak më të thjeshta se sa të dy gjenetet e tjera. Ibn Abbasi e ka dhe një mendim tjetër, ku thot se robi ka 4 gjenete. 2 gjenete i ka për atë që i friksohet Allahut, e që cek më lartë, ndërsa këtu 2 gjenete tjera, njërën e ka me pemë, me fryte, ndërsa tjetërën gjenet e ka me bimë, bereqete, pra begatit të ndryshme. Thuhet, apo ka për ulemave Selma Ordi, i cili thët se këtu 2 gjenete
Jenë bashkë me ato dy gjenetet e tjera. Ama dhurat shtesë. Njërën e ka për hyrijat e veta, për të dyja. Tjetrën e ka për shërptor që në djelmoshë shërptor, flasëm më vonë për ta, të cilët u shërben gjenetlive. Për mësë më përzi bashkë, këta janë të veçantë në një pallat, ato hyrijat janë të veçantë në një pallat. Përpos dy gjeneteve tjera që i ka. Kështu që atine i përmlidhen dhe i bëhen 4 gjenete. E thuhet se me 2 gjenete të lartë përmendura, edhe me këtu 2 gjenete janë për qëllim njerëzit si mbas kategorisë. E që është shumë e kapsh për kjo punë. Ato dyja janë shkallës më të lartë. Ndërsa këto dyja janë ata që janë pak më të ulët. Pra, kanë meritu xhenet, por nuk janë nivel të atyre lartë. E ne dim se njerëzit dallojnë, nuk janë njëjtë në takvallokën dhe vetëshmëri. Nuk pretendojmë ne të nivelit të rangë e Ebu Bekrit ose sahabët cili do qoftë atje, apo ulemave të mëdhej të tjerë, s'mund pretendojmë. Andaj edhe gjenetet dallojnë. Sa ma i devotshëm robin këtë dynja, sa ma shumë që ja ketë frigën Allahut këtë dynja, aq më lartë në ahiret. E rëndësishme është se Allah i madhruar po i përshkruan se përpas atyre 2 gjeneteve të lartë përmendura janë edhe 2 gjenete tjera. Pavarësisht a janë të njëjtit person apo janë të personave të ndryshme. Këtu e vetëm sa për me kuptuar ne fjalën e Zotit, për ndrysh ne jemi të bindur se krejt çka ka në xhenet është mirë, e ma mirë, e ma mirë. Dhe se është e pa imagjinuar dhe pa përshkruar. Andaj veç ku me hynë to me shiju, për ndryshe në cilin do xhenet, na që neve i madhi Allah, ne i jemi shumë falenderus Zotit tonë të bareke o ta'ala. A nëpse, synojmë lartë, por me gjitha të pajtojmë dhe knaqemi me të që na cakton, e që na ndan, e që na bën rrezik, i madhi Allah të bareke o ta'ala. O min dunihima jannatan, nën ato 2 gjenete, apo përpas atyre 2 gjeneteve, janë 2 gjenete tjera. Fe bi eji ala i rabbikuma tukadhiban, e për cilat mirësi të Zotit tuaj, po përgënjështrani o ju njerëz dhe gjend, në metët e cilët e ka kriju Allahu. Këto gjenete që i krijoi Allahu për robt e tij të devotshëm, ata që kanë frikën Allahut, mudhammatan. Ato tash fillon Allahu, vazhdon Allahu dhe na e përshkrua këto 2 gjenete. Dhe thot mudhammatan. Ato janë të mbushura me gjelbrim. Mudhammatan. Mudhammatan me kështu në aspektin gjësor, diçka ku është shumë i gjelbërt, nga ujitja e madhe bereqeti çka bëhet? Nëse ujitëm shumë grurin, kallamoqin, bashqen, aq bëhet e gjelbërt sa që merr ngjyrën e zezë, fillon me bëhet zeza. Ky është kuptimi këtu. Pra këso pamje kanë ato 2 gjenete. Mudhammatan janë skajshmërisht të gjelbërta, sa që anën nga ngjyra e zezë dhe populli thotë ish bo zë, mja pa bereqetin filanit ish bo zë. Dikush e përdor ish bo murr, pra si ngjyrë të zezë, qaq shumë që ka gjelbrimin te. Mudhammatan, për të dyjat. Pe përshkruan i madhi Allah te bareke o ta'ala. Fe bi eji ala i rabbikuma tukadhiban, e për çfarë mirësish e begatish, po përgënjështrani o ju njerëz e gjend, a nuk e shefni se çfarë ka krijuar i madhi Allah,
për robët e tij të devotshëm. Fihima ajnani naddakhatan. Në ato dy xhenete ka dy kroje, të cilat rrjedhin ujë, gurgullojnë pa ndërprerje. Në të cilat rrjedhin dy kroje dhe formohen lumej për tyne, gurgullojnë pa ndërprerje. Fihima ajnani naddakhatan, të cilat rrjedhin dhe nuk ndërprehet uji asnjëherë. Prej se i ka kriju i madhi Zot deri sot dhe deri në kiamet dhe kur nuk ndërprehet. Për mja ban xhenetet edhe më të bukura pronarit e tyre, ati që ja ban Zoti nasip, ja ban rrezik. Febi alai rabbikuma tukadhiban, e për çfarë mirësish të Zotit tuaj, po përgënjeshtroni o ju njerëz dhe gjin. Fihima fakihetun, wa nakhlun, wa rumman, në ato xhenete, ato dy kopshte, ka pemë, fryte të lloj-llojshme. Wa nakhlun, ka dhe hurma, wa rumman, ka dhe shega. Edhe hurma, edhe shega janë prej pemëve. Por i ka veçuar Allahu këtu dy pemë apo fryte, sepse janë më të veçanta se sa të tjera. Hurmeja është pemë, fryt, por është edhe ushqim, dhe njeriu jeton veç me te. Rumman, shega, është pemë fryt, por është edhe ilaç i madh. Është edhe ilaç i madh. Në shegë ka shumë ilaç. Mjafton fakti që Allah e ka veçuar këtu. Në te ka pemë, fryte të lloj-llojshme, të papërshkruara, të pafundshme. Zoti din sa. Wa nakhlun, por edhe hurma. Wa rummanun, por edhe shega. Pra, kanë këtu dyja të veçanë diçka. Përderisa po i veçon një madhi Zot prej pemëve të tjera. Sikur sa të melaqet. Përmend Allahu melaqet anë thot: "O Xhibrile o Mikail." Po dhe Xhibrini dhe Mikaili, sa nuk e Xhibrili për melaqet dhe Mikailja? Po, gjithsesi. Ama janë më të veçanta. Andaj ka veçuar Allahu me emra. Edhe Xhibrailin apo Xhibrilin, edhe Mikailin. Edhe tek pemët Allah i madhruar i dallon hurmet dhe i dallon shekat. E prej dobive, prej veçorive të tyre, shqetseka është se hurma është pemë, po është edhe ushqim. Është edhe mbëlsirë. Ndërsa shega është pemë, fryt, por është edhe shërim, kurim, mjekim për njerëzit, për shumë smundje. Febi alai rabbikuma tukadhiban, e për çfarë mirësish të Zotit tuaj përgënjeshtroni o ju njerëz. A nuk e shihni se çfarë ka kriju i madhi Zot për robët e tij të devotshëm? Kemi cekur në fillim surës Ar-Rahman se pas çdo nimeti dhe dhuntie Allah përsërit njëjtin ajet. Febi alai rabbikuma tukadhiban, e për çfarë mirësish të Zotit tuaj përgënjeshtroni o ju njerëz dhe o ju gjin, ju drejtohet të dy krijesave. Fihinna khayratun hisan. Në to, përpas kopshteve, krojeve që formohen lumenj, ati gjelbrimit mahnit shumë, pemë, fryte, pa fund. Pallate, gjenete, tham 4, apo edhe 2,
nëse jenë me gradë, ju në të naltë. Tani Allah i madhruar u përshkruan atyre rëbëve të ti se për ta ka krijuar edhe hyria në xhenet. Fihinne në to, në 4 xhenetet. Jo të dyja që se kanë tash, ato manalt. Në 4 xhenetet. Khajratun hisan janë të bukura. Të mira, apo më të bukurat, më të mirat. Khajrat, më të mirat e mundshme, e që fjala për gra, për femër, për gra. Gratë më të mira. Në ahlak, në sjellje, më të bukura në pamje, ndukje. Pra krejt cilësit e mira i kanë të përmbledhura. Sepse në këtë dynja mund të ketë edhe ka sa të dush gra që janë vërtet të mira, sa të dush të mira, kanë njerëzillok, kanë karakter, evlijat Allahut, evlijat Allahut. Mund krahazohen me shumë gra të sahabëve, ndoshta. Por nuk janë të bukura. Ose në të kundërtën, të bukura sa të dush, por të mira, hiq. Runa, zëpë i kësaj dytës veçanti. E Allahu për në xhenet për thët, khajratun hisan. Atje janë të mira për nga karakteri tyne. Po janë edhe të bukura për nga pamja tyne. E që është fjala për hyrian, apo për gra e xhenetit që Allahu i ka krijuar për rëpt e ti të devotshëm në këtë dynja, të cilët jetojnë për Allahun, e jo për unin e vetë, e jo për nefsin e vetë, e jo për grunë e fëmijën e vetë, se thonë shumë shqiptarë, të mitë e tutë, për qa po jetë njeri për gru për fëmijë, jo kur mës jetosha për gru për fëmijë, asë një ditë. Një ditë një pa qa ymer jetosha për Allah. E asë për gru, asë për fëmijë, asë për kërkën këtë dynja. Ja jetojnë për Allah. Na nuk duam as një ditë na kalej ndryshe vetëm për Allah. E pastaj gruaja e fëmijë janë çështje që janë shumë të rëndësishme, kemë detyrë, obligime tjera sa të dush, por mos me qëtë në rand të parë. Rand të parë, unë jam Rabbi Allahut. Ka marrë këtë dynja me adhurua Allahun, andaj dua të jetoj për Allahun. E tjerat janë nënte rand të parë. Fihinne khajratun hisan. Në to, në atë xhenete, ka të mira, më të mirat e të mirave. Po edhe më të bukurat e të bukurave. Fe bi eji alaj rabbikuma tukadhiban, e për çfarë mirësish e begatish, Zotit tuaj përgënjeshtroni, o ju njerëz, o ju gjin, dhe ju gjin kurse ja se çfarë ka krijuar i madhi Zot për robët e tij të devotshëm. Hurun, ato janë hyria. Hurun, ato janë hyria. Hyria, të cilat janë shumë të bardha, me faqet të kuqe, me sy të mëdhej, hurë ain o sy madh, sy mëdha, sy të mëdhej, dëbarë të syve shumë të bardhë, dëzi të syve shumë të zi, që moshtu bukuria e tyne. E mjaftën ajete që kemë më herët, janë më të bukura. S'ka më të bukura se ato. Ato as janë të bukura, sa që kanë thanë
në gjurë ulemat e selefëve, po të dilte ndonjëra në qiell, se xheneti është lartë në qiell, po të dilte të shfaqej fytyra ndonjërës prej tyre në qiell, në këtë qiellin e dunjas këndej poshtë, do ta ndriçonte krejt këtë planet. Dhe nuri, drita e fytyrës së saj do t'ja mundte dritës së diellit dhe dritës së hanës. La ilaha illallah. Ato janë të papërshkruara. Hurun janë të papërshkruara. Por a thua, janë më të mira, më të bukura ato, apo gratë të dunjas të cilat i kemi në xhenet, inshallahu ta'ala. Imam Kurtubiu e cekit mesele në tefsirin e tij, po edhe të tjerë e cekit. Dhe Imam Kurtubiu thuhet se hyriat e xhenetit, po, janë më të bukura se sa gratë të dunjas, nga sa Allah po i përshkruan me bukuri mahnitse. Thuhet se gratë të dunjas në xhenet, gratë tona, nanat tona, motrat tona, gratë tona, krejve, nanat tona në gratë dikujna, motrat tona në gratë dikujna, janë më të bukura. Madje në bareke cek transmetim më të bukura 70.000 herë se sa hyriat e xhenetit. Sepse këtu kanë punu në këtë dynja. Këtu janë lodhë këtë dynja. Kanë punu shumë këtë dynja. Ato hyriat sa s'kanë punu? Ato sa s'kanë punu. Sepse në xhenet s'ka punë. Sepse ato s'janë kriju me punu. E gratë këtë dynja në kriju me punu, sikur se në burrat. Në adhuru Allahun me bëj ibadet, natën, ditën e verës, e dimnit e më lodhe, më rujtë nderën, e moralin, e ftyrën, e karakterin, burrin, e vllaun, e fëmijën, kallabllake, sa të dush, për me dalë me faqet barë për dynjas. Andaj përballë punës të madhe që kanë bërë gratë tona në këtë dynja, Allah i madhruar atje i bën më të bukura se sa gratë, se sa hyriat e xhenetit. Kjo është mendimi i dytë. Mendimi i tretë, Hasan Basriu mendon thotë, këto përshkrime që po i përshkruan Allahu për gratë, për hyriat e xhenetit, këtu në fakt janë për gratë e pejgamberëve, gratë e besimtarëve, gratë e tona, që kanë me shku në xhenet, e atje do t'i krijon Allahu, dhe do t'i bën më të mira, më të bukura, se sa që kanë qenë këtë dynja, pra i bën të bukura qysh janë, qysh për përshkruni madhe Zot. Andaj këtu përshkrime u përkasin hyrijave, e që ato janë gratë e tona në këtë dynja, po të quajtura hyria në xhenet. Por Kurtubiu pastaj thotë kjo është larg. Sepse Allahu i madhruar thotë për to, lem yatmithhunna insun qablahum wala jan. Shaqse ka Allahu edhe këtu, lem yatmithhunna insun qablahum wala jan. Ato nuk i ka prek kur me dorë. Pra s'ka fjet as kush me to, s'ka pas punë me to. As njerëz as gjin. E gratë të dunjas, po, shumica atyre, ndërsa ta heretit jo. Andaj këto cilësi janë veç për gratë e xhenetit, të krijuara në xhenet, e që janë hyriat e xhenetit. Tani a bëhen gratë tona më të mirë se sa ato, nuk bëhen, Allahu Ta'ala alem, por ajo çka është e njohur, sepse në xhenet çka hyn, ka qenë të bukur, edhe burrat dhe gratë, dhe se në xhenet ka knatësit për kryer, dhe se në xhenet nuk i mbetet askujt hatri me thonë pse ajo është më mirë se sa unë, ose më madhe se sa unë, ose më e re se sa unë, e më shkoj rinia, më rpeshnia, nuk ka diçka të tillë në xhenet. Atje duhet të jenë të gjithë të kënaqur. Këtu Allah e përshkruan, pra pjesërisht hyriat
e I përshkruan edhe në surën tjetër, I cili na vjen me emrin Allahut Azza wa Jall, suratul Waqi'a, ku edhe që flasim për hyriat e xhenetit me emrin Allahu Tebareke wa Taala. Maqsuratun fil khiyam. Këto hyria janë të përqendruara. Qëndrojnë brenda tendave, ka thonë tenda. Tenda, shatora, tenda. Ka për qëllim këto nuk janë rrogace. Ja, edhe vallahi, si ka hije grus me ka rrogace? Këto nuk janë rrogace. Këto rrinë në tendat burrave të tyne, në shtëpitë burrit. Këto rrinë për shtëpiat burrave të veta. Maqsuratun fil khiyam. Ato qëndrojnë në për tenda të burrave të tyne. Përkundër grave të dunjas të cilat dalë, andej e këndej. Tenda, këtu ka përshkruar Allahu tenda. Ka ardhur edhe në hadithe të ndryshme, se hadithe Abu Musa Ash'ariu, që cekim në Buhariu dhe Muslimi, se pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë, inna fil jannati khaymatun min lu'lu'atin mujawwafatin. Në xhennet, për të mirave që ka në xhennet, ka dhe tendë prej margaritare, të zgavruara, të zbrazura në mes. Margaritare, të zbrazura në mes. Po sa është I madhaj, ardhuha 60 milën. Gjërësia e tij është 60 mila. Gjërësia e tij është 60 mila. Fi kulli zavjetin minha ahlun. Në çdo skaj të kësaj tende ka bashkëshorte, ka një grup 20.000. Ma yarawna al-akharina, që nuk e sheh njëra tjetrën. Yutufu alejhimul mu'minun, e bashkëshorti tyne shkon herë ajo, herë ajo, herë ajo, herë ajo. E thuhet, Ibn al-Jauzi, rahimahullah, thotë se mund t'jetë kuptimi me tenda, tamam tenda, të cilat janë shtesë e pallateve. Sepse njerëzën këtë dunja, edhe miliarderat atë janë botën arabe, milionerat edhe mbreti I shtetit, ka tendë. O e ka në skaj në bërë që atë, o e ka dykën në shkretin. Sepse ka qef me ndërru. Ka qef me ndërru. Për pas palatit madhë, që në të në dhomat në ashtë kur s'ka mujt me hy, e ka dhe një tendë dykën në afer aty. E Allahu dënë me ndërru rëpt e ti, për pas palateve të mëdha, që ka dhonë Allahu, e që I përshkroj pjesërisht ato palate, u jep edhe tenda rëbëve të ti, që ka përshkru pejgamberi, alayhi salatu wassalam, hadithin e lartë përmendur. Por, thot, mund t'i jetë kuptimi, tenda në shtëpi, e që I bje me palate. Allahu ta'ala alem. Fe bi eje ala I rabbikuma tukadhiban, e për çfarë mirësish e begatisht të Zotit tuaj, për gënjështran ju njerëz e ju gjin. Lem yatmithhun insun qablahum wala jan. Ato nuk I ka prekur më parë askush, as njeri e as gjin. Pra, hyriat janë të veçanta për xhenetlit. Dorë mashkulli prek nuk I ka. Ato janë të krijuara për xhenetlit. Dhe I presin me përmallim të madh. Muttakiina ala rufrufin khudrin wa abqariyin hisan. Allahu I madhruar vazhdon të përshkruaj xhenetlit në ato pallate se si jetojnë, la ilaha illallah. Ata do të rrinë të mbështetur në shtroje, të gjelbërta, e qelima të bukur, njëra prej kuptimeve. Ata do të rrinë ullu në koltuqe, në shtroje. Raf, mund të ketë disa kuptime. Mund të ketë që kemi tash na ullë, se të nalë që ullëm në to. Ibn al-Jauzi thot mund të ketë kuptim lloj mezhlisi jashtë pallateve. Që kanë njerëz në para borra për s'ka e bojnë dikun ullën atë. Mund të ketë.
Pra i madhi Allah për përshkruan se ata janë për koltuqe, ullën, bështeten, dhe ka përshkruar me ngjyra të gjelbërta. Dhe se janë të thurura, të zbukuruara, me pamje mahnitse, shtroja, koltuqet, qylymat, në të cilët ulëm në to dhe bisedojna me zvete, qoftë në familje, qoftë në shoqëri, e të tjerë. Febi eji ala i rabbikuma tukadhiban, e për çfarë mirësish të Zotit tuaj përgënjeshtrani o ju njerëz dhe gjend. Tebaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram, e përfundon i madhi Allah këtë sure, suratul Rahman, duke lavdëruar vetveten e tina. I lartësuar është emri i Zotit tënd. I lartësuar është emri i Zotit tënd. Dhul Jalali wal Ikram, i cili është i madhëruar dhe bujar. Kemi thonë se ka jetë në ka ardhur në fillim, dhe me këtë dhe përfundon i madhi Zot. Këtë surë të bekuar. I lartësuar është emri i Zotit tënd. O Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, Zotit të madhëruar, i cili është i madhëruar. Vetveti është i madhëruar para se ta madhërojnë njerëzit. Sigurisht që është falendëruar para se ta falenderojnë njerëzit. Ai është Mahmud i falendëruar para se mi bëne hamd. Emri i tij është i lartë. Madhëria e tij nuk ka fund. Bujaria, fesnikëria e tij nuk ka skaj. Krejt këtu që atë seken, këto të mira që ka përgatitur Allahu në xhenet për robët e tij, janë për bujarisë e tij. Ikram, min el-ikram, për bujarisë e tina. E Allah është me bujari, të bareke o ta'ala. A i shpërblen shumë për ata të cilët mundohen e punojnë. E shpërblimi tina është i pafund. A i ka qenë kur nuk ka pas asgjë. A i do të mbetet kur nuk do të mbetet asgjë. E pastaj i ringjall krijesa të bareke o ta'ala. Dhe i shpërblen sipas veprave, ameleve të tyre. Veprëmiret me këto të mirat të cilat i përshkrojnë. E të lumt ata të lumt. Veprëqinjet me ata që ka përshkruar më lart, e të mirë ata të mirë. Të parat i shpërblen me mirësi, ndërsa të fundit me drejtësi, e askujt i madhi Allah nuk i bën zullum të bareke o ta'ala. Me kaq të nderuar dhe përfundoi komenti i surës Ar-Rahman. Allahun e madhruar e lutim me këto emrat e tij, e prej tyre dhe me emrin Ar-Rahman, që të na ruaj këtë iman, e të na mëshiroj i madhi Allah, e të na bëj të jetojmë si musliman, të vdesim si musliman, e të ringjallemi si musliman, e të bashkohemi me vlijat e tij të devotshëm, ja Rabbel Alamin. Allahu na boft haram dënimin e varrit, e dënimin e zjarrit, ja Rabbel Alamin. Allahu na boft rrezik xhenetin, ja Rabb, të xheneti që ka përshkruar i madhi Allah, e që ne po i lexojmë, e po mundohemi të kuptojmë, të shpjegojmë, e i besojmë hak dhe në të fare nuk dyshojmë. Allah na bëj për banorëve tyne, ja Rabbel Alamin, me mirësinë e vet, me rahmetin e vet, me fadiletin e vet. Ja Rabb, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dhe deja në arshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.